me të kundërta. Dhe me që diskutimi publik edhe mediatik është përqendruar shumë në çështje teknike, teknika shërbimi i qëllimit, pra është procedura i qëllimit i një vendi i cili kërkon të demokratizohet. Kjo Shqipëri që ne flasim sot e ka pothuajse një pjesë të madhe të rinisë të gjithë në emigrim. Po. Kjo Shqipëri që ne flasim sot kontrollohet realisht, nga që unë nuk duhet ta bëj këtë renditje që bandat realisht kontrollohet në krimi organizuar nga kartelet. Ne bëjnë të huajt kemi sot, për shembull një ish magjistrat belg i cili thotë se çfarë ndodh me bandat shqiptare. Sepse përveç vlerësimit tyre që vlen këto, po nuk ka nevojë të vijë dikush nga Belgjika, apo dikush nga Italia, nga Anglia, nga Gjermania, nga një vend i nderuar, të tregojë se është Shqipëria. Ne e dimë që në Shqipëri, po nuk patet dy miq, po nuk je me të fortin, dhe po t'jesh veti dobët, nuk e shans t'jesh i lirë dhe t'jetosh të shijosh demokracinë. Pra Shqipëria sot, dhe i kthejmë dhe një kriterëve të Kopenhagenit, po rënë dhe unë këtë grackën e burokracisë, e teknikalitetit, nuk ka realizuar në kaq vite, 30 ca vite, zgjedhjet e lira, që janë thelbi kryesor që fillojnë që është hapi parë që një vend jetë demokratik. Pra, ngjecja nuk është teknikalitet, për shkak të teknikaliteteve. Ngjecja është thelbësore. Ngjecja është thelbësore. Është thelbësore, pra ne në moment që diskutojmë për diçka teknike ose kthejmë çështjen teknike, i humbim elementi kryesor që është integrimi i BE-s. Janë principet. Ne nuk i kemi principet si shtet të jemi vend i BE-s. Ku ka vend? Jo në BE. Jo në BE. Po shkojnë në vende autokratike që nëse në fazën vendet autokratike në fillimin e tyre, që të refuzohet haptas me votat e gjithë deputetëve të majorancës për të refuzuar hetimin ose t'i hapet rruga drejtësisë për numrin 2 të qeverisë, ku të gjithë e dinë që numri 2 i qeverisë doli dhe më i fortë se numri 1 i qeverisë. Pra nuk ka shtetës drejtës. Në moment që ti je i dobët, drejtësia të ngacmon, të rrëmben, në moment që ti je i fortë, ajo rilarg teje. Është kjo një nga çështjet që ka sjell reagimin. Kjo është themelorja sepse kjo dhe ata që janë optimistë, dhe ata që janë pjesë që kanë dashur dhe mirë bëjnë, sepse Shqipëria duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Është gjë e mirë të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, por nuk mund të jetë artificiale, nuk mund të jetë falso. Pra, duhet të jesh pjesë e një bashkësie kur ke tiparet me atë. Tiparet, vlerat krijojnë një bashkësi. Ti nuk i ke vlerat si ata. Nuk është se ti ndrove një ministër, bëre një ministër i cili nga mëngjesi deri në darkë ka filluar të gaboje, të rregullohet, puna ti nuk po merrem atë, sepse unë ja kam thënë ministrit jashtëm, nuk je ti ministri i jashtëm. Ministri i jashtëm është kryeministri, i cili fantazon, mendon, i cili nuk mund ta çojë Shqipërinë në BE, ku unë vi pra nga Gjermania, dhe ku raportet e BND-s, shërbimit sekret gjerman, mbi Shqipërinë, mbi portin e Durrësit, mbi krimin organizuar, mbi kartele, se nuk është krim organizuar, është më shumë se krim organizuar, të cilat kanë kapur ekonominë e Shqipërisë, por dhe të Ballkanit, ti je pjesë e BE-s. Nuk mundesh, pra, njerëzit që ikin nga Shqipëria, ikin për këtë arsye, nuk ikin vetëm nga varfëria, ikin dhe nga mos drejtësia dhe nga pashpresa që ka kapur, pasiguria që ka kapur njerëzit. Po patjetër. Është Gjermania një nga vendet skeptike, në kuptimin që një nga vendet bllokuese madje. Ka dy elemente që u themi njerëzit dhe haptas. Një pjesë kryesore është gjeopolitika, që duan me problemet me Rusinë, me botën dinamike, me rritjen e Kinës, që Shqipërinë